7 minuta para të vijetit të rinur në emision. Po. E që më ndodhi? Kush mori telefon tua? Se di. Më mori një miku im i vjetër, një shoku im i klasës në fillore, ke parasysh? Dhe më nxjerrën telefon, kë më nxjerrë thoti? Një shok tjetër të fillore që i kishim në klasë, i cili u bë superstar në vitet 90, pa kaluar sistemi akoma, pa ndryshuar futbollist. Fillim 90-s. Po, futbollist. Si ka pasur? Ka merr mendja. Ti shikon futboll apo jo? Unë nuk shoh fare. Shoh fare, po. Ka emrin tim, Arjan. Po mbi emrin e mban mend? Arjan Bimo, kush? Jo. Arjan Xhumba. Mbrojtësi. Xhumba, po. Mbrojtësi i famshëm i kombëtarës. Po, e mbaj. Mbam që ka luajtur deri. Po. E kam pas dhe komshi, kur ishin të vegjël fare fëmijë. Edhe shok, sigurisht se ishim një klasë, ishin komshi e kështu. Po e mbaj mend. Jemi ndar se na ndau jeta, ai iku në Greqi sepse filloi të luante me Janinën e këto. Me disa ekipe, pastaj në Athinë, ku diun, në disa qytete të Greqisë, sa klube. Pastaj ka ikë në Australi më vonë, 15 vjet, tani është kthyer në Kalamata, është bërë drejtor teknik i Kalamatës. Bravo. Edhe ke parasysh të marrë një njerëz të cilin ke sa i bie, më shumë 45 vjet. 45 vjet pa e parë. 35. 45 valla. Si 45. 45. Se kështë para... Fare. Se kam takuar, bile se kisha as kontaktin, se nuk po e gjeja dot. E si shpata një kështu, pata një... Se nga 90 sot janë 36 vjet. Erdi në 89-ën, para se të ashu, ka ardhur me një super makinë, me një super mjet, s'di tani ç'a ishte. Atë ke pas 37 vjet. Po, erdi më bëri surprizë, kur isham te qyteti studentit e godina gjuhëve të huaja, vjen ky me këtë makinën, kabriolet, po në atë kohë e ke parasysh shihni një makinë ashtu. Vjen ky kulla dhe dëgjohet ngrihet gjithë qyteti studentit sepse ky hap bokset e makinës me të madhe, ishte verë, duhet ishte qershor, ishte ngrohtë, e mbaj me si tani. Dhe plas një muzikë që ne e dëgjonim dikur kur Michael Jacksonin këtë thuaj të famshëm, hitin e famshëm. Diana, Dirty Diana. Dirty Diana, po. E plas atje ngrihet gjithë studenti në këmbë, gjithë qyteti studentit, vëlla. Vin policia, se vazhdonin policirin atje. Dhe ky që i tha këtyre kam marrë për çanin, e kam shok të tjetër. Erdhi nga Greqia, ishte në Greqi në atë kohë, iku para 90-s që luante futboll. Ma bëri surprizë dhe unë se haroj dot se ishte një nga surprizat më të bukura të kohës. Të vinte një shok fëmirie dhe donat të gjithë rinë e shikonin kështu si UFO, vëlla. Ajo makina ishte një yll. S'mbaj më vetëm markën tani ç'a ishte. Kabriolet, kuqe, një perë. Ishte vështret e dera, shumë vuri muzikën mua. Ku je tha? Makinë zbuluar. Po. E gjitha kjo për të kuptuar se sa e shkurtër nga ndonjëherë është jeta. Shumë. Duke sigurisht e gjatë, po në fakt ikën aq shpejt. Shëdi e madhe koncepti kohës. Prandaj duhet jetuar. Gjithmonë të tashmen. Sigurisht. A? Sigurisht. Asnjëherë në të ardhmen ose në të kaluarën. Po, të kaluarën... Të kaluarën a kap pra drejtë, në kap kur e kaluarën. Të ardhmes nuk kemi që bëjmë, domethënë. As kaluarës. Po kaluara ka ikur, po të ardhmes nuk kemi që bëjmë. Po erdhi në Tiranë, duhet ta përsërisni edhe herë të skemën. Se megjithatë duhet ta marrësh pak me objektivitet. Është i doktori nesër, po investon për 20 vite të ardhshme. Si doktor? Berisha? Po i doktor. Zgjidhet Berisha nesër. Ai është i madh shumë ai. Zgjidhet nesër. Se ka garë fort shumë. Çfarë pere? Po kush është në garë? Vetëm me ime vetë. Nuk ka fare kandidat? Po jo. Edhe normale mos keto burr. Po edhe s'ka pas ndonjëherë që të themi të vërtetë. Po çfarë duhet keto kullon? Ajo shtëpia vetë aty domethënë nuk është. Edhe kjo tani e kupton? Teatr. Jo, mos është teatr. Shqyqyri që është kështu. Ndryshe do ishte... Po unë s'thash që është shëmtuar teatr. Do ishte hipokrizi, ma i no tani të dilte ku diun ç'është kjo Meremja më burr. Ku diun kush është Meremja? Doktoresh është këta. Po është një doktoresh, një me syza. Po ç'është. Është si puna ati maratonistit, që e pyetën, i sa ti doli maraton? I pari tha, sa veta ishin? 1. Po e ledjo. Kjo e kemi pas në peshngritjen.
Nuk ishte Dirty Diana. Ishte Liberian Girl. Unë e them Liberian, se nuk e them anglisht. Se si ishte anglisht nuk e di. Liberian Girl ishte. Po, filloj emisionit e tjo. Me muzikë. Brr! Opa, zgjidhni. Do me thënë, mi mbrëma të gjithë. Përshëndetje toksor, bët shumë mirë që erdhët, kemi 23 vjetë që ndjekim njëri tjetrin dhe unë ju ndjek dhe ju më ndiqni, ndaj dhe jemi kaq mirë. Si zakonisht do të prente jeni mësuar që në këtë emision të shikonin Zotin Kulla, Zotin Ilir Kulla, ja ku e keni, u rikthye. Në fakt, na kështë marrë malli për Kullën, kemi 2 javë pa të. Në fakt, jo sepse as ai se ka fajin as unë, shumë ndodhin gjërat. Kulla edhe njerë të vurova ditë kur sishe ti të premten, edhe njerë 100 për gocën që u bë 12 vjeç. Faleminderit. Ta kesh mirë me jetë. Faleminderit. Dhe fillojmë pa mburko me njerë, futemi direkt në aktualitet le djo. Kur duash le djo? Kur duash? është ndruar çuni audios, nuk është me njëti. Shqip gjatë tjetër, po. Se e marri dorën. Flotilja drejt Gazës ose historia e Baki Goxhajt. Pa emocion ti gjigant, ti çuni audios, që na vore mikrofon atu, se nuk ta di emrin, pa emocion, pa merak, gabo sa të duash. Unë vdes se herë që gabojmë. Pa merak fare. Gabimi është njerëzor. Gabimi është njerëzor. Pyetjet tuaja mund të lini për Kullën tek ky QR kodi këtu. Mjafton që të bëni një skanim, një login, bam, çoni pyetje, jo komentet. Sa më të shkurtra ju lutem, na ndihmoni të jemi të shpejt me ritëm dhe konciz. Ilir Kulla ashtu sonte në fakt për të përgjigjur 3 pyetjeve. Kjo është pyetja e parë. Flotilja drejt Gazës dhe historia e Baki Goxhajt. Në fakt, është një ngjarje, një lajm i cili gjithsesi ka bërë xhiron e rrjeteve në Shqipëri, por jo vetëm. Ç'është Baki Goxhaj, ky shqiptar me mjekër që ndodhej në atë flotilje? Ç'është flotilja? Për gjithë ju që dëgjoni për të parë, vjet nga fjala flot, flota, anije e vogël, tip varke. Kulla ashtu për të na hedhur më shumë dritë dhe për të na shpjeguar detajet pse kjo histori u bë pa pritur kaq interesante dhe bëri xhiron e rrjeteve gjithandej. Zoti Kulla, projektorët. Atëherë, flotilja e parë drejtuar drejt Gazës është e vitit 2008, ku atëherë përplasja mes ishte nisur nga Turqia, ku atëherë përplasja mes marinës Izraelit dhe atyre që kishin marrë pjesë në çoi edhe në vdekjen e 2 ose 3 personave. Edhe që atëherë sa herë ka patur krizë në Gaza, atëherë është tentuar sërish që të shkojë me grupe aktivistësh kryesisht nga shoqëria civile, nga e majta europiane, jo vetëm, po edhe nga grupime besimtarësh në ndihmë, në asistencë të Gazës e tjerë. Dhe kjo është politizuar gjithmonë. Edhe pasi filloi lufta në Gaza ka pasur flotilje të tjera, kryesisht me europian, ka patur deputet, eurodeputet e tjerë, dhe ka patur edhe në 3 muajt e fundit. Por në këtë flotilje, ne pam për herë të parë disa ngjarje që ne nuk i kishim parë. S'pari njerë këshim një shqiptar që ishte... Pra trosh më Beti Kulla me fjalë thjeshta, ishte një anije vogël i cila mundohet kalonte nga Egjipti për të futur në Gaza. Për të futur në Gaza, po. Dhe cili ishte qëllimi? Fakt ishte nisur nga Evropa, që të çojë ndihma, që të çojë solidaritet për popullin e Palestinës e tjerë. Po nga kush organizonte këtë flotilje? Një grupim njerëzish, kryesisht majtist. Majtist dakord, po kush ishte në... Kish një emër, një grup njerëzish edhe një deputet italian edhe... Me këto rrjetet Ky është Bakiu, po shohim. Ky është Bakiu, i cili është nga Vlora. Nga Vlora? Po. I cili duhet thëmë Bakiu, po ta shohësh me vëmendje, djalë simpatik duket. Po, ala me djalit. Por, po ta shohësh dhe pa zë, tani që kemi ne pa zë për shembull, ti e kupton me njëri që ky mund të jetë dhe nga Gaza. Po ta shohësh fytyrë. Komplet gazauit. Edhe nga Gaza mezetar janë, pastaj edhe këta që ishin nisur nga
Edhe këta që ishin nisur nga Italia, për shembull, edhe këta gjithë me mjekër, po edhe për faktin se disa ditë në anje nuk është se ke ku të rrush. Mi më ti e gjetë ju si kemi mire ke, po që ishte Gazawit i papardha, shikoje. Po mirë, profilin e ka. Po shalli, po misha, po shalli. Të gjitha ta ishin me shall arab, shall palestinez, jo vetëm ai. Dhe Bakiu ka qenë një, kur filloi para 3 vitesh lufta, Bakiu ka qenë një nga organizatorët e parë të një proteste pro-Palestinës pasi filloi lufta në Gaza. Ti e nje vetë Bakiu? Jo, nuk e njoh, por kam ndjekur aktivitetin e tij. Madje pas sot edhe një intervistë tek Top News-i dhe ka qenë i vetëdijshëm se ku po shkonte. Edhe si i tillë, domethënë duket edhe me fëmijët e vet kur po fliste sot në aeroport që ishte shumë i qetë, i ftohtë. Çfarë ndodhi tani në Anije? Asgjë, ndodhi që Anija u blokua nga trupat izraelite siç ishte bllokuar më përpara të tjerat, po për herë të parë, ne pam Ben-Gvirin, ministrin e brendshëm, që bashkë me trupat e policisë shkuan dhe praktikisht i rrinin këta njerëz në syt publikut dhe i filmonin. Tani, kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë, pra kemi parë general, kemi parë policë, kemi parë forca speciale, po që shkoj vetë ministri i brendshëm, nuk kemi parë. Dhe kjo e ka dhe një... Ben-Gviri? Po, Ben-Gviri. Dhe kjo e ka një përse të vetën. Nuk është... Po. Nuk është e rastishme. E kemi sinkron Ben-Gvirin, ta dëgjojmë? Po, patjetër. Ja. Sa po fliste kullër Ben-Gvirin, shikoni, e ka Ledio sinkron, jepi Ledio. Po kjo kush ishte kjo? ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Free Palestine. Dëgjoj o kullan. Çudi e madhe në vitet 1000 niseshin në vitet 1000, pra para 1000 e pak vjetësh, Anijet me kryqëzata. Niseshin të krishterët nga Europa me anije për në Jeruzalem, sot nisen muslimanat me anije nga Europa për në Jeruzalem. Jo, po si ishin muslimanat. Se le monde allon vers quoi? Pakica ishin musliman. Pakica ishin musliman. Europianët majtisë ishin shumica. Se kuptova këta. Pakica ishin muslimanat ata që niseshin. Këta tjerët ishin majtisë të europian. Shënë si kam ata tjerë, shënë si ka, mbrojnë kauzën e tyre, domethënë. Mbrojnë kauzën e Palestinës. Po, pra. Gjithsesi, Edhe i ka Ben-Gviri tani. Ben-Gviri është një njeri që është ministri i mbrojtjes. Ministri i brendshëm. I brendshëm, po. Pra është ministri i policisë, po Ben-Gviri është një njeri që vetë është arrestuar 100 herë nga policia e Izraelit kur ka bërë opozitë. Dakor. Se kjo është shumë e rëndësishme. Po pse Ben-Gviri ka ndërhyrë vetë dhe ka bërë atë show? Sepse në vjesht priten zgjedhjet e ardhshme në Izrael. Zgjedhje politike. Po. Dhe partia Ben-Gvirit, e cila sot ka pak deputet, në sondazh është rritur dhe pritet të dy. Ben-Gviri konsiderohet çfarë si ekstrem i djathtë aty? Djathtë, po është ekstrem i djathtë, bashkë me Smotrićin që është ministri i financave. Dhe kjo temë është, pra ata kanë shfryzuar këto anijet e vogla, këtë flotiljen e vogël që po vinin, në mënyrë që ta bënin temë politike të brendshme, edhe për të hequr vëmendje nga ca gjëra të tjera, për shembull siç është lufta në Iran apo ca probleme të brendshme ekonomike që ka në Izrael tash apo politike. Por Ben-Gviri, nëse ti je shef gjuhën e trupit, ai del vetë dhe i thotë këtu është Izrael, thotë nuk ka Palestinë, tund dhe flamurin dhe e merr përsipër vetë, pra është krenar për këtë që bën, edhe se duhet të thënë që Ben-Gviri dhe Smotriçi janë futur në listë të zezë nga BE-ja. Dhe ai jep përgjigje pra europianëve me këtë. Duke padur parasysh që ata e dinë që një pjesë e këtyre janë të mbështetur nga mbrapa dhe nga Turqia, pra nga shërbimet turke. Jo rastisht ata sot shkuan në Turqi, pjesë e madhe është shtruar në spital në Stamboll. U liruan të gjithë ndërkohë, duhet thënë apo jo? Po, i liroi gjithë, po ai mbajti 48 orë për treguar që u jam i fortë dhe nuk e kam fare. Është realisht i fortë apo jo kulla? Është politikisht i fortë dhe po rritet dhe kuptohet që është ministri i brendshëm i një shteti që është goxha i fortë. Tani duhet kemi parasysh çan që unë për shembull që isha para 10 ditësh në Izrael,
Jo, këtë mos ma thuaj kështu si një gjë që e kalon kështu. Se kjo është ngjarje në vetë, vëlla, ne mund të kishim bërë emision total për këtë. Po ç'lidhje ka unë që isha para një 10 ditësh në Izrael, vizën e mora me një aplikim online shumë shpejt për gjysmore, mund ta provojmë edhe nga studio po deshe se si merret një vizë izraelite. Se duhet vizë për shqiptarë në Izrael? Jo, po merret viza, është e thjeshtë, është qartë. facilituar ata të marrin dhënat. E paguan ndonjë fi ndoshta? Jo, pa fi. Okej. Pa fi fare. Edhe pra mundësia e hyrjes në Izrael është goxha e thjeshtë, nuk është se kanë nevojë që të hyjnë nga deti. Edhe zbritën në Ben Gurion? Po në aeroport Ben Gurion. Sa bukur, Ben Gurion, Ben Gurion, Ben Gvir. Po ç'është kjo Ben që e përdor? Emër izraelit. Ben Hur i famshëm. Kujtohet për shembull libri, filmi i Ben Hurit që tregon skllëvrit izraelit në shkretirën në Egjipt. Jo, se më. Ben është emër në Izrael. Po, Ben. Emër i përdorur shumë apo jo? Po. Dhe për shembull Izraeli nuk është një vend që s'është probleme vy. Për shembull Bagi Goxha po shkonte të bënte një aplikim si shtetet shqiptare, do jepnin vizën, do hynte, do dilte, s'do merre kush me të. Por në këtë formë të gjithë këta që kanë shkuar atje kanë dashur që të bënin një lajm ndërkombëtar dhe që të krijojë kjo sken që nga një anë në botë tregon që Izraeli përdor edhe dhunën kundër civilëve etj. Po nga ana tjetër Ben Gvirit, partisë ti, aleatëve në qeveri e tjerë, pra në qeverinë Netanyahu, nuk janë ndjen fare sepse kjo gjë i rrit politikisht brenda llojit dhe tregojnë që ata janë të fortë. Prandaj kjo bën lajm. Dhe ti thua e gjitha, thua ti, nuk është sërsajuar, se ndodhi vërtet ishin nisur. Ndodhi është e vërtet. Këta shkuan duke ditur që do ndodhte kështu, dhe ata i pritën. Kush përfiton nga kjo histori? Ben Gviri dhe partia e tij dhe Netanyahu. Dhe Netanyahu. Netanyahu nuk është partinë e Ben Gvirit. Jo, po janë koalicion bashkë. Janë koalicion. Edhe zgjedhjet e ardhshme do shkojnë bashkë. Po ti thua Netanyahu të intereson që Ben Gviri të forcohet më shumë? Po sepse me forcimin e Ben Gvirit ai mund garantojë edhe një herë një mandat tjetër të koalicionit të Qendrës Djathtë. E pe statusin në videon e Ben Gvirit, se qa ishte? Jo. Welcome in Israel. Po, pra mirë se... You welcome. Si thuhet? Welcome, you welcome. Welcome to. Welcome to Israel. Bienvenue en Israel. Mirë se erdhët në Izrael. Qarë perde. Po Ben Gvirit duke danoqë, kulla? Po është danoqë. është danoqë. Ka arrestuar 100 herë policia vetë kur ishte... Danoqë për Ben Gvirin e. Kur ishte në opozitë ka arrestuar dhe ka rrafë dhe policia, ka video tillë. Pra është trim. Po, sigurisht. Po sa debutet ka ky mëlla? Tani janë ja 5-6, po pritet të shkojnë 12. Tani mund të më thuash ti në këto kohë të turbullta e të vështira, që nuk i dihet që mund të vijë një bombë nga Libani, nga Hezbollahu. Çfarë don Izrael, valla? Më the ishte 10 ditë më parë. Mund të më thuash? Vend i bukur. Ora se vend dyshim që është vend i bukur, po unë po them, e para njerë ku ishe, në Jeruzalem apo në Ankara? Jo, isha në Ankara, themo, në Tel Aviv. Isha në Tel Aviv dhe fjeta në Herzliya. Ja, prit tash, fjeta në Herzliya, që është ngjitur me Tel Avivin, në një hotel. Ku? Në Herzliya. Herzliya? Po, që është shumë afër Tel Avivit, qytet ngjitur me aty. Në një hotel në breg të detit. Shkova në darkë në një restorant grek, me muzikë greke. Po pse o kulla, nuk e ke afinën tu afër të shkosh restorant grek në Izrael? Po pse, nuk të pëlqen që ka restorant grek në Izrael? Jo, s'pëlqen, po njeriu kur veten në Izrael shkon në restorant izraelit. Jo, po me peshk, ti e di që më pëlqen peshk. Dakor. Edhe një moment caktuar vë atë në restorant, muzika ishte kryesisht greke, po një moment caktuar vë këtë këngën shqiptare këtë Si ai të një këngëtari Tania që është një këngë Si ai. Më thënë, shqiptare është kjo? Po. Kush e këndon? Nuk e di, një Tania më duket, nuk e di, domethënë, po është një këngë shumë e kohës. Është folk, këngë folk. Kënga këto të shqiptarëve të Kosovës. Është Kosovës. Edhe gjuhën shqipe dhe tani unë po i thoja këtyre 2000 izraelit që isha për darkë që por kjo është këngë shqiptare. Jo është shqiptare, jo s'është shqiptare, vëm Shazamin edhe del që ishte këngë shqiptare. Po se ata me çan nga tronin? Ata kujtonin se ishte ndaj këngë kështu nga këto europiane amerikane. Edhe ki parasysh që nuk është një... Nesë më pëlqen mënyra se i bën shift, pra si i ikën pyetjes thelbësore, në fakt thelbit pyetje. Do të them pse vajte në Izrael ti ndërgon për restorantin. Kisha punë. Po çfarë pune pra? Po kisha punë. Po pse nuk i tregon apo? Po pse duhet ti tregoj punë të mi? Tani në kohë lufte është mirë biznesi apo jo kulla? Po s'kishte luftë, ishte e qetë. Ore, tani s'ke luftë. Unë nuk them që ka darë ushtarë dhe po luftën atje, më nuk ka transhe, po ko luftë është, ko bombardimesh apo jo? Ti e di gjithmonë kam shkuar në Izrael, Siri, në Libanon, se kam dalur në herë gjithë.
Edhe në Liban isha unë kokaina 2 muaj. Po pra, prandaj pyetja ime është në kohë lufte, biznesi është më i mirë. Po mirë është gjithmonë biznesi kur prodhon. Vetë na ke thënë pra që kur ka luftë, fitimet rriten. Je dakord me mua? Nga aktorët që luajnë. Ka më shumë interes kur ka luftë. Po këtë po them pra. Edhe pastaj erdha me fluturimin direkt nga Tel Avivi në Tani Tiranë. ky Goxha, mund të më thuash ku jetonte që u nis? Në Vlorë jeton. Jo. Ku jetonte që u nis për të vajt në Gaza? Në Vlorë pra Besoj se jeton. u nis nga Vlora. Jo, ka shku diku tjetër dhe ka... Ku diku tjetër? E dimi Trenari. Duhet pyetur ai sepse Kjo është interesante pra. është lidhur me këto rrjetet e shoqërisë civile, të cilët janë organizuar. Po vet ky, si e kanë Bakiu, vet ç'a profesioni ka? Se di, ka organizuar protestën e parë pro-Palestinës në Vlorë para ca kohësh dhe ka tërhequr vëmendjen e gjithë dhe ka qenë një protestë goxha e madhe e mbledhur atyre në mbrojtje të kalamajve dhe të atyre domethënë që vriteshin në Gaza. Kështu që ka treguar një lloj, le të themi, talenti organizativ në këtë gjë. Po fakti që ankohet për faktin që e kanë marrë dhe kanë mbyllur dhe e kanë rrahur, domethënë nuk ka kuptim sepse normal që kudo që të shkosh në mënyrë të palishme do të ndalojnë. Kurioziteti është nëse ka qenë skafist apo jo. A ka qenë skafist? Jo, se besoj. Ai është besimtar dhe është njeri me parime. Ka një vdetin prandaj. Ka qenë një vdetin e bukur kjo e ledi. Po deti tash. Unë një pyetje kam vëlla. Pa ashtu, nëse na shikon tani. Jo, nëse na shikon Bakiu mund edhe ndërhyj. Bakiu po si ndërhyj, ku ndërhyj? Pa ty ajo që kemi. Po, Baki bën një skanim, bën një login dhe nis një pyetje, thuaj jam Bakiu, Baki Goxhaj dhe direkt unë do të lexoj. Ose nëse do të marrësh telefon Bakin që na shikon, të japi numrin telefoni apo Po jepi absolutisht. Jep numrin telefonit të emisionit 068 20 02 868 068 20 02 868. Bakin që na shikon bëj zile. Megjithatë fjala, pyetja ime para sa mbyllim këtë çështje. Se me emër është lab, e kupton se. Goxhaj. Po. Çe ka Artin Goxhajin? Ku jo? Sa Goxha njoh? Gulla, pyetja ime është si mund të lësh mbrapa për shembull gruan dhe fëmijët, sa ai kishte disa fëmijë atje, 2 fëmijë, dhe të nisesh për te Hamasi. Këtë s'kuptojnë, domethënë është trimëri apo është papërgjegjshmëri sipas teje? Një pyetje që më vjen në mend kështu. Shiko, duhet kuptojmë që Hamasi është një organizatë politike ushtarake që ka 40 e sa vjet që ekziston dhe ka bërë goxha emër dhe famë në përbot, pra është ndikimi nuk është i vogël, po është edhe një organizatë që ka ndikim nga shtetet fuqishme si ndikim dhe aleancë, si Katari, Egjipti, Turqia, pra nuk është qartë. Prandaj nuk është në i çudi e madhe. Sigurisht që ai ka treguar një guxim. Pra është trimëri thua ti. Lebrit janë trim si natyrë, domethënë, po pastaj ku fillon trimëria dhe ku mbaron papërgjegjshmëria është një gjë që duhet të vendoset. Jo, ku mbaron trimëria dhe ku fillon papërgjegjshmëria do të thuash. Ose më sjellë, është një gjë që e ndan ai dhe vendos ai, domethënë. Po sigurisht që mendoj që arriti ta vërë emrin e vet në jo vetëm mediat shqiptare, po dhe mediat ndërkombëtare dhe pati një u bë i njohur thua ti. Po, dhe pati një çudi që unë se prisja që do ndodhte, po ndodhi, që ministri jon i jashtëm Ferit Hoxha. Çfarë bëri Ferit? Është një diplomat karriere i vjetër, është edhe miku im. Bëri disa statuse që tha i kemi kërkuar qeverisë së Izraelit të respektojë drejtat e njerëzit, po merremi që ai të kthehet në atë, domethënë e asistojnë në emër të qeverisë shqiptare, po pastaj pjesa tjetër e qeverisë shqiptare heshtje edhe e politikës përgjithësi, duke treguar që sigurisht që ne aleatët dhe partneri numër 1 i joni në atë rajon ngelet Izraeli, me shumë të drejtë, por në këtë rast mori edhe vëmendje për shkak se kërkoi që të ruaj jeta dhe të bëjë mundshme kthimi i Bakiut në Vlorë. Erdhi sot me avion nga Turqia nëpërmjet Rinasit. Pak e çuan të gjithë në. Po ndërkohë ishin lajmëruar mediat se ti e pe që kishin dalë. Po, i çuan të gjithë Turqi këta. Po i çuan Turqi dhe ja 40-50 prej tyre janë në spitalin Turqi, po bëjnë ato ekzaminimet e tjerë se dikush ka thyrë në ikos, dikush është plagosur pak e tjerë. Dhe ideja është që me sa duket qeveria turke do ta përdor këtë për të bërë një denoncim për ç'profiton Erdogani ndërkohë. E morën vesh profiton Bengviri. Tani Erdogani nga kjo ç'a nxjerr? Erdogani nga kjo nxjerr e para një herë që leadershipi
anti-Izrael nuk janë vendet arabe, po vazhdon ngelet Turqia, e përdor dhe për politikë të brendshme, se edhe ai do shkoj shumë shpejt. Pra, kullaj ta mbyllim morali fabulës i thjesht. Disa të mençur historikisht që ku shkruar bota kanë përdorur në përgjithësi turmat si mish për top. Jemi dakord apo jo? Kjo është historia, ne se mohojmë do të. Ora është 21, po kjo duhet thënë në fund. Ora është 21:26 minuta, zonja të të jemi live këtu në MCN TV, emisionin Zonë e Lirë. Duhet thënë që sonte është e premte, data i bie të jetë 22 maj 2026, bëhuni gati për temperaturat të cilat pritet të ngrihen nga momenti në moment. Në Francë po bëhet nami, për shembull, kush është atje nga ju shqiptar, përfitoni sepse të hënë të martë mërkur temperaturat do jenë 33 gradë. Bëni plazh, zbuloni Francën, atë vend shumë interesant, mos rini në Paris. Nuk ja vlen, shkonin afër deteve. Meqenëse fjala Në oqean ose në det? në oqean ose në det. Oqean. Po, në det ke nga jugu, oqean në veri. Meqenëse fjala kulla mua më duhet patjetër tani, se s'duhet të harroj një gjë shumë e rëndësishme, që t'i kujtoj gjithë një dynjë të madhe që po na shef, t'i them diçka lidhur me URF-n. Do thua Sharian, ç'është URF-ja? URF-ja kulla është një fondacion shqiptar që në anglisht do thot United Rights Foundation, i cili ka ndërmarrë projektin Conver. Con do me thënë Konispol, Ver do me thënë Vermosh. Është një nisëm përmes ekspertëve që identifikon nevojat reale të grupeve vulnerabël në Shqipëri për një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe pa përjashtim social. Për më shumë, këto që unë thash, shikojni edhe me imazhe. URF Conver. Po shpyqyq ishte ajo oja se mu duk si thash e në verë. Conver, nga Konispoli në Vermor, zënë zotërin. Bravo URF! Bravo URF! Me qëra fjala, Ledio, ky është momenti, sepse që t'i japër, si që jep URF-ja, për vulnerablit, duhet pa tjetëri që të furnizohesh, se ndrysh është do japësh. Pra, të furnizohesh për vete, dhe do japësh dhe të tjerve. E pra, që të shkën të furnizohemi, Ledio. Dhe vetëm në SPO Oil, te Saidi, miku ynë. Saidi, një administrator brillant, pronari i SPO Oilit. SPO Oili është i vetmi karburant serios në Shqipëri, zonja zotrinj, ku ti je i sigurt për zorën që të fut makinën tënde. E kanë thënë që i dem mos fut zhëlloj zorën në makinë se të hash dynjan. Do nisesh me kast, do nisesh kastile, me qëllim. Do thuash, sot do shkoj të furnizoj makinën. Si që thua, sot do shkoj në punë dhe për makinën, që makina të marri frym, performancë motori, brillante, SPO Oil fiksoja këtë logo, është gjithë Tiranën dhe jashtë Tiranës kur del, drejt Durrësit, drejt Elbasanit, gjithandej. SPO Oil, the fuel of champions. Bravo, Said. Ky është momenti, Ledio, që ne të ikim të një pauzë, apo të vazhdojmë me kullën.